Sot do të flasim për abuzimin e fshehtë emocional edhe ndikimin e tij në problemet e shëndetit mendor. Si fillim, çka është abuzimi i fshehtë emocional? Po, me që e përmene do të të postimit ose shkrimet, fillimisht do të me të cekë se pikërisht është e qëllimshme pse i bëj, për shembull për arsye se sot njerëzit frekuentojnë shumë rrjetet sociale dhe në një farë mënyre me pas një farë lloj informimi, do thot për gjendjet e tyre ose në cilat ata po kalojnë. Kështu që me pas një uri sa më shumë do thot që me ditë se çka po ndodh me ta ose si ndikojnë këto aspekte do thot në jetën e tyre. Sa i përket abuzimit fshehtë emocional, pa e neglizhu se pa e minimizu do thot abuzimin fizik, po as sa është i dhimbshëm ose i rënd abuzimi fizik, po ashtu është edhe abuzimi emocional që shpesh herë neglizhohet ose lihet si anër si kur gjë hiç. Por ndikimi shpesh herë është më i madh ndoshta edhe se abuzimi fizik. Për këtë edhe shumë herë them që është shumë në interes tonë të dimë, ta njohim veten tonë, se si reagon trupi jonë, madje se çfarë po dëgjojmë prej njohësve të kësaj fushë, qoftë psikiatër, qoftë psikolog, psikoterapist, po tregojnë që nga mosha jonë e hershme, madje doktor Kutlovci tregoi që qyse edhe në kohën kur fëmiu është në gjune, nënës mundet me pas dikim nëse ai injorohet për depresionin e tij kur të rritet. Do thotë një lidhje shumë e madhe që shumë herë e injorojmë as që ja kemi idenë që mundet me pas aq shumë ndikim. Edhe pikërisht kjo e fshehtë edhe abuzim, kur mundemi me llogari që ne po abuzojmë fshehurazi, do të thotë emocionalisht apo po abuzohemi prej dikujt. Shiko, kjo e ka një perspektivë shumë gjerë, do thot për me kuptu se si ndodh. Po gjithmonë fillesat i ka, do thot, në femirinë e hershme ose në kontaktet e para me prindrit, me figurat primare prindërore, që është nana dhe baba. Tash për shembull, nëse hym prej fëmirisë të hershme ose prej periudhës të foshnjërisë, atëherë normalisht që ai kontakti i parë i nanës me fëmijën do thotë është shumë i rëndësishëm. Nëse ai kontakt për shembull është i distancuar ose si më thon, fillimisht nuk ka kontakt fizik, pastaj për shembull nuk ka kontakt emocional, sepse shpesh herë edhe kontakti fizik e pëlqen edhe atë kontaktin emocional. Pra nëse një nanë merr foshnin afër e mban pranë vetes, do thotë tek gjoksi ose kujdeset për ta ose si më thonë e krijon një farë lloj relacioni ose një lloj marrëdhënie do thotë nëpërmes prekjes, atëherë normalisht që kjo ka më dhënë sinjale tek fëmia i vogël. Dhe kjo është ajo arsyeja ne që jemi bërë nëna e dim që me të lindur tashmë edhe është ajo do të thotë që me dal foshnja nga barku i nënës me njerë vendoset tek gjoksi, do të thotë që është e rëndësishme me undi për të dyja palët. Ose do të thotë qoftë edhe aroma ose diçka tjetër, në farë mënyrë për mi dhënë një sinjal foshnjës se ti je prap këtu do thotë tek i njëjti trup nga i cili ke dal. Mirë po, në rast se për shembull ndodh që nana për shembull nuk e afron fëmijën për shembull ose nuk vendos kontakt. E që shpesh herë për shembull kjo ndodh që me qenë edhe pa qëllimshme. Për shkak se dim që shumë gra për shembull pas lindjes shkaktohet depresioni postnatal dhe kështu që ka një herë për nanat është e vështirë do thotë me vendos kontaktin me fëmijën. Ose ndoshta për shembull tek nanat e reja që bën për shembull për herë të parë nana, shpesh ndodh që me pas një lloj frike ndaj vetë bebes, ndaj vetë foshnjës dhe kjo e pamundson në farë mënyre atë kontaktin me ta. Mirë po, gjitha këto pak a shumë lejnë do farë lloj pasojash tek foshnja ose tek fëmia i cili po rritet. Pastaj do thotë masi të rritet ose masi të bëhet, si më thon fëmijë 2-3 vjeç ose 4 vjeç ose këtë periudhën e parë të fëmirisë që është shumë e rëndësishme në zhvillimin e fëmijës, është i rëndësishëm shumë kontakti emocional. Çka i vjen kjo? Kjo e bie se do thotë fëmia kërkon me qenë i afruar, i dashur, i mbështetur, i pranuar e gjitha këto me radhë. Pra jo i injoruar dhe fatkeqësisht në traditën tonë edhe në shoqërinë tonë është përdorur ajo fjala, sidomos në të kaluarën, por ende përdoret hajt se kjo është fëmijë s'din kur gjë. Që në fakt është e kundërta, sepse fëmia nëse ai nuk din, ai ndjen. Dhe gjithat energjinë tonë do thotë edhe nëse është negative ai e ndjen edhe e përthith në veten e tij. Kështu që ajo patjetër se kam u bë pjesë e zhvillimit të atij fëmije. Dhe normalisht këta janë hapat e parë do thotë që fëmia kam i marrë në këtë drejtim. Dhe tash për shembull gjatë fëmirisë, për shembull kur fëmia
vazhdimisht ka kërkesa, sidomos ndaj nanës. Për shembull kërkon vazhdimisht prezencën, vëmendjen, ushqimin, në gjitha këto me radhë, dhe nëse këto injorohen, neglizhohen ose nuk japen, ose për shembull shpeshherë fëmia është kurrështar, për shembull për rrethonat, për botën se si funksionon dhe ai gjithmonë bën pyetje ose gjithmonë don me ditë se çka po ndodh ose çka është kjo apo ajo tjetra. Dhe nëse këto pyetje për shembull rezultojnë pa përgjigje ose të injoruara në një farë mënyrë, atë normalisht që pas një kohe tek ky fëmijë ka me kriju një farë lloj mbyllje ose një farë lloj distance. Dhe pikërisht është kjo edhe ajo që nanat edhe nga të themi evolucioni i madh i teknologjisë, edhe nga përditshmëria, nga oraret e gjata të punës, shumë herë edhe nga kushtet ekonomike, nga stresi që e përjetojnë, apo vetë ballafaqohen me problemet shëndetit mendor, shumë herë i injorojnë fëmijët duke i neglizhuar pa e ditë fare se si munden me ndiku. Pra kjo ndikon kur ata të rriten që të jenë paksa më të mbyllur? Po sigurisht, shiko, na po flasim për disa faktorë për shembull që janë të paqëllimshëm, që shpeshherë ndoshta edhe vetë prindërit nuk janë të vetëdijshëm si po e bëjnë. E që ndikimi i tyre është shumë i madh. Mirë po, shto faktin që ka raste për shembull kur edhe prindërit me të vërtetë janë ndërtuar në një lloj personaliteti i cili do thotë nuk krijon një farë lloj afërsie me fëmijën. Ose për shembull trajtesa e mëvonshme për shembull ndaj kërkesave të fëmijës që e përmendëm, ose për shembull injorimi i kërkesave, ose përqeshja, ose si më thon çortimi, ofendimi, e gjitha këto me radhë do thotë në një farë mënyre, ose minimizimi i kërkesa ose nevojave të fëmijës, shpeshherë rezulton do thotë të këto vështirësi ose të këto shqetësime. Po të ndërbrej dhe pak për të qesh, nuk është fare për të qesh, po ka momente ndonjëherë që ndodhin që ti nervozohesh, po edhe të bën me qesh në një situatë që është edhe e dhimbshme në njëjtën kohë. Si për shembull, dje isha pikërisht rrugës tek sheshi, po e ndëgjoja një babë si u drejtonte fëmijët. Ai e kishte nga dashuria, unë e vreja që e kishte si duket edhe është mësuar ashtu, edhe hec këtu o qenë. E din për shembull e çunte djalin qen. Ka shumë prind që fatkeqësisht i ndëgjoj me fjalë në thojza përkthelse, po të cilat vërtet munden me shkaktu, me sapo ndëgjoj edhe nga vetë ju njohës kësaj fushë, trauma shumë të mëdha, ndoshta edhe në një farë forme me uni ata edhe të ofendum, edhe të bullizum nga prindrit, që fatkeqësisht në shumicën e familjeve po ndodh, pa e ditë që ata janë edhe duke bullizu fëmijën. Sigurisht është me rëndësi me ditë për shembull se çdo fjalë që përqohet prej prindrit tek fëmia merret si e vërtetë. Dhe ai mbi ato fjalë ose mbi ato çështje ai në farë mënyrë e krijon atë identitetin ose atë imazhin për veten e tij, se mënyrën se si e sheh veten ose mënyrën se si ka më perceptu veten e tij si fëmijë. Po pastaj do thotë edhe gjatë zhvillimit si rritur, ose se sa ka më qenë meritor do thotë për ti arrit ose për ti në farë mënyrë për ti si më thon për ti pasur ose për ti poseduar do thotë gjitha ato në farë forme po ndikoj ka edhe në vetë besimin e tij. Sigurisht që po. Se sa do të ndihet i vlerësuar dhe sa do të ndikoj. Për shembull nëse prindëri në këtë rast nuk e vlerëson po e nënvlerëson, atë normalisht që ka më u përkthy si një mungesë vetbesimit ose nënvlerësimit për veten e tij. Pra fëmia ka më pas përshtypjen gjithmonë se ai nuk e meriton. Dhe normalisht që fëmia gjithmonë ka me qenë tentative sipër për me kërkuat dashurinë e prindit. Nëse prindi nuk e jep, atëherë në një farë mënyre detyrohet që t'i nënshtrohet kërkesave të prindit. Dhe tash për shembull prindërit gjithmonë. Megjithëse ndonjëherë edhe na krijohet një farë forme edhe një lloj konfuzioni kur lexojmë ne laikët e kësaj fushë, kur lexojmë për shembull edhe ata shumë të përkthjelur tek këto pjesa kur të rriten, pastaj pjesa e narcistëve, kur shumë kanë qenë në qendër të vëmendjes apo edhe shumë janë përkthel. Do të thotë duhet ta kemi një mes apo jo. Patjetër, sepse edhe kujdesi i tepruar shpeshherë do thotë i jap krejt një kohë ose një dimension tjetër. Meqenëse përmendet për shembull narcisizmin, është një emër që shumë përfolet në ditën e sotme për shembull. Ndoshta edhe abuzohet edhe me këtë term, se shpeshherë nuk dihet se çka do të thotë edhe narcisizëm. Në sens, njeriu duhet të ketë pak dozat narcisizmit, sepse ajo nuk kupton që ti e don veten tënde ose kujdesesh për veten tënde. Mirë po, si më thon ato tendencat e larta të narcisizmit, atëherë ato përbëjnë problem, sepse ato në mënyrë automatike atëherë bën pengesë edhe për njerëzit me të cilët ti jeton. Pra,
si më thonë, ti i mohon drejtat e personave ose ndjenjat e të tjerëve, do thotë vetëm që të përfitosh ti në këtë rast. Dhe tek fëmijët për shembull është me rëndësi me pas parasysh për shembull përveç që ata fëmijët e përgdhelur shumë, që mund të kenë tendenca narcistike të mëvonshme, po ashtu duhet pas parasysh edhe fëmijët e tjerë të cilët nuk i është ofruar një gjë e tillë. Pra që kjo neglizhenca ose që kjo mohimi i vazhdueshëm dhe që kjo tentativa për shembull që fëmia vazhdimisht me e marr me përmbush nevojën e tij, sot për shembull po quhet një gjendje si people pleaser. Ose për shembull një person i cili tenton me i kënaq të gjithë të tjerët, po. Thellë në këtë çështje do thotë edhe këtu ekziston një lloj narcisizmi, por është indirekt. Pse sepse edhe ky personi people pleaser për shembull në një farë forme po tenton me arrit mi përmbush nevojat e tij duke të brendshme, duke u nënshtruar ndaj personave të tjerë ose duke duke manipuluar. Po, në një farë mënyrë. Pra, gjithmonë poenta është që të kthehet tek vetvetja dhe jo tek personi. Pra, kjo lloj trajtese i krijon këto dy polarizime të cilat mund të jenë të dyja të pashëndetshme për dhe të gjitha që të dyja shkak pasojë e fëmijërisë tonë. Gjithmonë fillon prej fëmijërisë. Ose nganjëherë për shembull në fëmijëri mund të jenë edhe shumë të fshehura ose shumë latente, që i quajmë në jargonin profesional. Mirë, po që më vonë mund të shfaqen për shembull në rastet kur ne tash shkojmë në shkollë, edhe kemi tash një shoqëri. Tash shpesh herë ndodh me u bë prej e bullizimit të shoqërisë ose të fëmijëve të tjerë, që kjo në një farë mënyrë i nxjerr që ato pasiguritë ose që ato nevojat e paplotësuara të mëhershme. Ose poli tjetër për shembull, nëse ky fëmijë ka qenë i përkthjelur në vazhdimsi në familje, ai do të kërkojë do thotë edhe tek shoqëria që të jetë në qendër të vëmendjes. Do thotë edhe këtu në këtë situatë mund të aktivizohet kjo pjesë do thotë e këtij lloj narcisizmi, nëse mund me e quajt kështu. Ose ndoshta më vonë edhe në partneritet. Për shembull, sepse gjithmonë këto pasojat ne mund t'i vrejmë në një periudhë ose në një gjendje ose në një situatë të caktuar. Mirë, po gjithmonë këto lidhen me fëmijërinë e hershme, me trajtesat e para se si i kemi pasur. Tash për shembull nëse prindi ka qenë abuziv. Pra, jo domosdoshmërisht në aspektin fizik, por në aspektin emocional. Tash normalisht që ky person, kjo viktim, nëse mund ta quaj kështu, ka me qenë i predispozuar në një farë mënyrë që me i pranu abuzime qoftë edhe të shoqërisë, qoftë edhe të partnerit më vonë. Sepse është një mekanizëm. Abuzues emocional prindi, ku mundemi me njoft që një prind është abuzues emocional, për shembull, që me ditët ata që po na ndëgjojnë që se dikush edhe pa vedi abuzon emocionalisht me fëmijën. Shiko, e para gjithmonë kur flasim për prindërimin edhe fëmijët, duhet të kemi parasysh se nuk mundemi me qenë prind perfekt. Pra asnjëherë nuk po synohet perfektësia, sepse gjithmonë sado që mundohemi me qenë të vetëdijshëm, të ndërgjegjësuar mbi këtë aspektin e prindërimit, ose sa më shumë që lexojmë ose sa më shumë që të marrim informacione. Prapë ka më pas momentume ku ne kemi me humbat fillin ose kemi me shpërthy ose me dal jashtë binarëve. Mirë, po e rëndësishme në këtë pjesë edhe nëse ndodh kjo me ditë se si mu kthy prap. Pra me rivendos kontakt me fëmijën. Por e keqja e kësaj, nëse mund me quajt kështu, është kur nga prindi bëhet kjo lloj trajtese dhe ai nuk kthehet. Pra e lën fëmijën me përjetu ato ndjenja ose ato emocione, do thotë si të braktisjes, të refuzimit. Po marrim një shembull të abuzimit emocional të prindit ndaj fëmijët. Për shembull kështu, unë shpesh e marr shembull them se fëmijët e vegjël do thotë dojnë me eksploru botën. Dhe ata asnjëherë nuk e dinë për shembull çmimin ose rëndësinë e gjërave, objekteve në shtëpi apo diçka tillë. Dhe ata rrëzojnë, thejnë ose ndoshta edhe ato që i quajmë në lazdrimllaçe që i bëjnë ata, për ata janë tentativë për ta njohur botën. Ndërsa për prindin mundën me qenë sjellje të tepruara, të papranuara e tjera. Dhe në këtë rast, nëse prindi për shembull e çorton fëmijën, e ndeshkon, ose për shembull e kushtozon shpeshherë. Pra, shpeshherë dashurinë që ndoshta do të më ia dhon prindi fëmijës në mënyrë të pakushtëzuar, që kështu parimisht është. Pra, vetëm prindi jap dashurinë e pakushtëzuar, në një farë mënyrë prindi e kushtozon. Thotë, nëse ti nuk e bën këto, atëherë nuk jam mami yt, nuk jam babi yt. Ti si e fëmia jam.
Dhe kjo shumë e ranë për ta përjetuar për fëmijën. Pra me dëshirën për mi friksu fëmijët, ata nuk janë të vetëdijshëm që po abuzojnë emocionalisht në ato momente me fëmijën. Ose për shembull në rastet për shembull kur fëmia është kurrështar dhe tenton me ditë diçka dhe flet për shembull në bazë të imagjinatës vet, mendimeve që ai ka. Dhe tash nëse prindi e nënvlerëson për shembull thotë, rri se ti nuk din kur gjë. E që në shumicën e rasteve ndodh. Pra, këtu duken shumë të imta ose shumë të vogla, ti u bune me më kallëzu mu, ti po mëson mu, ose shprehje të tilla do thotë që na shpesh herë i hasim qoftë në familjet tona, qoftë në rrethet ku jetojmë, edhe i shohim si diçka të parëndësishme. Mirë, po për fëmijën kanë shumë rëndësi. E aq më shumë se këto janë të vazhdueshme. Sepse unë kam vendosur edhe po flas hapur kur po flasim për problemet e shëndetit mendor, gjatë emisionit flas diçka edhe nga i vetë jeta ime, sepse ne gjithë jemi njerëz dhe ne moderatorët, sikur që kanë folur për anktin edhe sulmet e panikut, fatmirësisht çdo ditë më shumë ato edhe po paksohen me një intensitet më të ulët. Pra është normale dhe duhet të flasim hapur për këto gjëra dhe pikërisht ishim në komunikacion me djalin, ai tashmë i madhi është 26 vjeçar dhe ne nana do të thotë single nanat, anat e divorcuara, jemi pak të prirura ndoshta me atë kujdesin e teprum për çdo gjë, ende shoh vetëm që ende mbaj si fëmijë, edhe pse për neve çdo herë ata do të mbesin fëmijë, por po mundohem me punu me veten që ka dalë se ky tash ka filluar më rritë dhe mos i pengo. Por e vreta veten një ditë në komunikacion dhe po më tregon tha non nuk duhet kështu, po kështu. Edhe thash, ti po më tregon mu. Tash unë kur e ko marrë lehen atë kohë që o marrë vështirë, ti tash po do më tregu. Edhe e vrejta vetën më ndi që e te prova pak që nuk do të mosha ose vitet sa vozisin, por duhet t'ju japim hapësinë, edhe me të vërtetë që munden me pas shumë herë mirë. Pra në këto duhemi me pas kujdes se si po reagojmë. Unë e përmena për shembull, ka raste të caktuara për shembull ku secili prej nesh mundem me reagu ndaj fëmijës tonë. Po e kemi këtë me thonë që ti po mëson mu. Mirë, po kur është e vazhdueshme. Diçka tjetër është kur është e vazhdueshme. Pra kur ti nuk i jap hapësirë fëmijës tonë asnjëherë ai me ditë ose asnjëherë që ai më shpreh diçka. Sidomos që ndodhet prindri diktatorial. Patjetër. Do thotë kur ai gjithmonë don me pas atë autoritetin mbi fëmijën, pra është i vazhdueshëm, atëherë këto mundemi me qujtë si një abuzim emocional. Po jo për shembull nëse ndodh një herë, po shumë raste tjera ti më shumë shfaq dashuri, pranim, afrim, pra kjo është diçka tjetër. Mirë, po nëse ky kontrolli i vazhdueshëm ose tentativa që me dominu gjithmonë fëmijën ose që fëmia më shku vetëm sipas direktivave të prindit, atëherë kjo ka me lënë ato pasojat e abuzimit emocional. Por kjo abuzimi i fshehtë emocional fillon në moshë të hershme. A mundemi me përjetu abuzim të fshehtë emocional edhe kur jemi të rritur? Patjetër se po. Domethënë gjithmonë është e ndërlidhme ose, si më thon ajo, predispozita që është krijuar më herët do thotë vetë se është prezente. Mjafton që me u aktivizu ajo pjesë edhe me u shkaktu si lloj gjendje në një farë mënyrë. Po ndaj do të thotë mund të abuzohemi emocionalisht. Pra kjo abuzimi fshehtë emocional, kur të rritemi mundet me ndodhë edhe nga partneri apo shoku, shoqja. Sigurisht që mundet me u përdorë dhe në këtë rast për shembull është ajo lidhja që krijohet. Dhe tash shpesh gjejmë këto viktimat për shembull e abuzimit emocional është që ata gjenden në një gjendje të abuzimit, mirë po pa mundësia për të shkput nga abuzuesi. Pra vazhdojnë me qëndru. Flasim pak po marrim shembull edhe për partner, por edhe për kolegët, se zakonisht na ndëgjojnë edhe prej punës, edhe na shkruajnë mesazhe kur janë në vendin e punës. Si mundemi me ditë që ne po abuzohemi fshehur as emocionalisht nga kolegu apo kolegja? Sipari për shembull abuzuest gjithmonë ata i gjejnë viktimat. Pra i shohen si më thonë janë empatikët kryesisht viktimat e tyre. Po, sigurisht. Empatikët njerëz të ndjeshëm. Kështu që jo me çdo kënd, sepse një person abuzues ose siç e quajtë më herët për shembull narcisistik, nëse ka me pas përballë një tip të ngjashëm si veti, atëherë me tonë nuk ka më shku shumë, sepse po kërkoj faljen atë gjuhën e popullit që them një idiot kur e ki përballë. nuk mundesh po kur e gjen dikon që është shumë i ndihshëm. Është një viktime e cila ka predispozitë ose tendenca në nështrimi ose mos largimi. Normalisht që këta persona fillimisht për shembull e përdorin atë për kujdesin e tepruar ose për shembull atë në anglisht po quhet love bombing ose atë bombardojnë me dashuri fillimisht.
dashuri fillimisht, do thotë që me tërheq. Duke thirrë me dal, duke qenë afër do teje. thotë fillojnë me i shtru, si më thon ato kërkesat e veta ose atë manipulimin me bën në favorin. Edhe ti madje të dyshu me veten çka u bë që mu largu, pse nuk po më thirr me dal. Është vështirë për shembull për këta persona me u largu, sepse kjo gjithmonë ka me trigger ose ka me ngacmu diçka që ka ndodhur ndoshta më herët, ndoshta në raport edhe me prindin. Për shembull kur si fëmijë vazhdimisht ke pas nevojë për nana ose baba, ai ka refuzu dhe ti u dash me botë çmos për me arrit dashurinë e tij, sepse ajo është prindi. Dhe tash e njëjta gjë do thotë transferohet edhe tek lidhja që bëhet me partnerin për shembull. Pra, tendenca e empatikut gjithmonë është se si me arrit me ndryshu ose gjithmonë të shpresu se personi ka me ndryshu. Mirë po, shpesher kjo është mos thëmë e pamundshme. Pra është shumë e vështirë me ndryshu dikën. E vetmja mënyrë që për shembull viktima e abuzimit është që më shpëtu këtyne kthetrave është që me u largu në një farë mënyrë ose me u distancu prej abuzuesit. Po nuk mundet me përfundu kjo gjendje duke qëndru pranë abuzuesit. Dhe sa më shumë që qëndron pranë abuzuesit, atë normalisht që gjithmonë ajo shkon duke u rëndu, shkon barra ose dhimbja shkon tu thellu edhe më shumë edhe më shumë. Dhe nga ky abuzim i fshehtë emocional deri ku mundet me arrit gjendja jonë e shëndetit mendor? Çka a mundet me shkaktu ankth, depresion, qoftë edhe sulme, paniku? Ajo që është e njohur për shkak që shpeshherë viktimat e abuzimit emocional do thotë shpeshherë përfundojnë me CPTSD. Pra, në gjuhën shqipe i vjen stresi post-traumatik kompleks. Pra, nuk është vetëm stres post-traumatik, po është kompleks. Pra, është shumë ma shumë se sa veç, sepse PTSD do thotë mundet me u shkaktu prej një ngjarje ose një situatë të caktuar, si për shembull një luftë ose një katastrofë natyrore ose diçka, ose për shembull që kishim na me koronavirusin ose diçka e tillë. Por kur është komplekse i bin që ka më shumë varianta ose më shumë dimensione, do thotë që është kriju kjo Çfarë simptoma kjo traumë shkakton? Normalisht që këta persona për shembull ajo që më shumë ti ka më vërejtë është që kanë nevojë për ankthit. Pra, tash ankthit generalizum, ankthit braktisjes, kanë frikë nga ndarja. Po. Pra, frika nga ndarja shpeshherë këta persona i bën që me qëndru afër ose në një farë mënyrë me ju në nështru dhe kjo abuzimit. Pra ndodh pikërisht nëse ti ke pas një partner apo një fëmijëri apo një partner që ka qenë abuzues i fshehtë emocional. Pra gjithmonë është kjo ajo burimi ose si më thon ajo nisma fillestare që ka fillu do thotë dhe pasoja pse ky person sillet kështu ose vepron. Njëherë të jep vëmendje shumë, pastaj nuk t'jep fare, njëherë afrohet, largohet ose të kushtzon ose ti. Që luhet me e që e shohim në shumë raste, në shumë edhe kështu në rrjetet sociale dhe në ato çfarë bisedojmë dhe diskutojmë, vrehet e dukshme është kjo që ose e kushtzon ose nëse ti bën apo sillesh kështu, unë do të sillem kështu, pra kjo nuk quhet gjithçka pos jo dashuri. Jo, patjetër se jo dashuri. Dhe shpeshherë këtu është ajo ngatresa kur bëhet, do thotë kur nuk arrin me kuptu personi se a është vërtet dashuria apo është diçka tjetër, sepse një herë për shembull është bombardim me dashuri, me përkujdesje dhe për një herë ndryshon gjithçka. Dhe pastaj viktima ose personi që është më empatik në një farë mënyrë bëhet konfuz në raport me partnerin, se nuk e din se cila është e vërteta, sepse ai është rrit, do thotë në atë gjendje, do thotë duke mos e kuptuar se çka është në vërtet me dashur ose me qenë i dashur prej një personi. Dhe shpeshherë kjo i bën, si më thon, me qëndru në atë gjendje, sepse nuk e din se si është me konë një gjendje tjetër ku buran vetëm dashuri ose përkujdesi ose mirëkuptim ose diçka tillë. Pra shpeshherë viktimat e abuzimit emocional shpeshherë edhe pse kërkojnë do thotë dashurinë ose atë paqen ose qetësinë të gjitha, në një farë mënyrë edhe kanë frikë nga kjo pjesë, sepse qëndron diçka akoma e panjohur si model. Pse kanë frikë të ndahen nga këta njerëz kur janë të vetëdijshëm që
do të thotë sepse kemi parë tashmë edhe në rrjetet sociale që shpërndahen aplikacione të ndryshme për me testu veten edhe për me u largu nga ky abuzimi i fshehtë emocional, po pse nuk munden me arrit deri, pse kanë atë shumë frikë nga ndarja nga personi që janë të vetëdijshëm që nuk po sillet si duhet. Një autor që është shumë i njohur tash aktualisht, Gabor Matej, që është mjek me profil edhe që flet shumë për trauma, të ndikimin e traumave, ai përmend për shembull një gjë shumë interesante. Thotë kur ne traumatizohem, thotë ne ngecim thotë në moshën në të cilën e kemi përjetuar traumën. Wow. Po. Dhe tash për shembull, nëse ne po kemi konflikt me partnerin ose me shokun ose shoqen ose me kolegun ose diçka. Pra një raport i vazhdueshëm që është. Dhe tash ai po arrin me aktivizu diçka që është e lënduar ose e pashëruar që ka ndodhur diku në fëmirin ton. Pra ajo aktivizohet, sepse ne themi për shembull se çdo përjetim joni ruhet në amigdalën ton ose në sistemin ton limbik. Ani pse ne për shembull nga pjesa e vetëdijshme na e harrojmë ndonjëherë dhe e quajmë sikur ka kalu ajo pjesë dhe ka shkuar, nuk është. Mirë po, sistemi jon limbik ose amigdala jon, ajo i gjitha përjetimet tona emocionale ajo i ruan. E kemi aty si një folder që ka mbet. Që është i përhershëm. Dhe tash, në rastet kur ne jemi në situata të ngjashme, të njëjta ose të ngjashme, atëherë në mënyrë me automatizëm aktivizohet do të thotë amigdala jon, për shembull ato dy lloj reagimet kryesore që janë luftë ose ik. Pra ato aktivizohen. Dhe na kemi me pas reagimin ose qasjen po të njëjtën si e kemi pas ndoshta në fëmijëri, ndoshta në raport me prindin ton. Dhe prandaj kjo situatë ose kjo gjendje me këtë person ka me qenë diçka familjare, diçka e njohur për organizmin ton. Si duhet reagojmë në ato momente? Çfarë duhet i themi vetes në ato momente kur i përjetojmë këto? Shiko, viktimat e abuzimit emocional shpeshherë është vështirë me i tejkalu këto vet. Ose në rastet për shembull edhe kur përcjellin procese terapeutike zakonisht janë shumë gjata. Sepse nuk arrihet me njëherë do thotë me u bë transformimi ose kjo shkputja. Sepse këta persona për shembull fillimisht egoja e tyre është shumë e brisht. Pra shumë e butë ose si më thonë nuk është e fuqishme. Është e friksuar. E dyta për shembull nuk kanë kufi personal. Pra nuk arrin me vendos kufi personal, nuk arrin me i thonë jo një situatë, një gjendje ose një kërkesë të caktuar. Pra thjesht janë të pafuqishëm për ta mbrojtur veten e tyre. Prandaj i vetmi mekanizëm për me mbijetu është nënshtrimi. Nënshtrimi përkundër dhunës ose përjetimeve të dhimbjes që ata i kanë në vazhdimsi. Me sa po e kuptoj, vetmja mënyrë është psikoterapia. Po është një ndër këto. Për shembull, nëse ne kemi persona në jetën tonë për shembull të cilët merren me ne ose për shembull kanë hapësirë me gjetë kohë për neve për shembull, atëherë normalisht edhe kjo ka me pas efektin e tyre. Mirë po edhe aspekti terapeutik ka më qenë një si më thonë, një rrugë shumë e dobishme të thotë edhe psikoterapia edhe njerëzit që i kemi të afër që kanë kohë të jenë me neve edhe ata munden me na ndihmu shumë në periudha të tilla. Tjetër çfarë ndihmon? Por dallimi është për shembull se shpesh njerëzit tonë që i kemi për rreth shpesh ata mundohen, duan të na ndihmojnë, po nganjëherë edhe nuk dinë se si. Dhe shpesh përfundojnë me shprehje si mos tanin, hajt se kalon. Ti e fut. Pra, jo pse ata po dojnë me minimizu, po është nga ajo se nuk dinë se çka thonë ose nuk dinë se si me don kohje. Nëse në anën tjetër do të ose largohu se nuk po të bën mirë ose diçka pa dhënë ndonjë për shembull arsye më detajuar. Kjo është çështje shumë komplekse, sidomos kur vjen puna te çiftet. Dhe zakonisht për shembull çiftet kur kanë probleme, normalisht e kanë një shok ose një shoqe të besueshme. Edhe janë rrefejnë do thotë problemin, hallin se çata kanë. Dhe si vjen do thotë përgjigjja e menjëhershme është ndaju. Po, kjo është një nga ato që nuk është kaq e thjeshtë, nuk është kaq e thjeshtë do thotë, sepse nuk është që personi nuk e din se ndarja është një, ai e din, por ajo nuk e ka forcën, është frika ajo që e ndal. Është frika ajo që e ndal. Aq më keq në këto raste, me sa po kuptoj është më së keqi kur përdoren medikamentet vetvetiu që s'punina mirë, po ndridhet krejt trupi, po e marr një qetësues sepse fatkeqësisht ende në farmacitë tona jo në të gjitha ende jipen pa recetë, ende ka. Dhe njeriu për këtë gjendjen, për me dasht me injoru këtë situatë, mendon që një qetësues e qetëson
duke harru faktin që atë e qetëson vetëm për 2-3 orë, por çfarë më vonë problemi mbetet aty, personat janë të njëjtë dhe ngjarja vazhdon. Këtu janë abuzimet të një niveli tjetër, do të thotë që ndodhin. Normalisht qetësuest e kanë edhe ato efektin e vet ose e kanë arsyeën pse ekzistojnë ose kur duhet mirën, por gjithmonë do të thotë me diskutim ose me bashkëpunim me mjekun, sepse ka situata kur me të vërtetë janë të papërballueshme. Situata emocionale të papërballueshme, ankthi i papërballueshëm, ose atak paniku i papërballueshëm. Dhe normalisht që në këto situata nevojitet do thotë edhe intervenimi mjekësor. Por pa e neglizhuar dhe aspektin terapeutik i cili ka më qenë ndihmues do thotë. Ky folderi i një fëmirisë, a mundet të hapet kur jemi të rritur edhe me psikoterapi, traumat tona të gjitha të përpunohen me thonë? Kur flitet për psikoterapin, gjithmonë për shembull personat të cilët ndoshta janë më laik dhe nuk e kuptojnë ndoshta thellë se çka nënkupton ose çka ofron psikoterapia, shpeshherë kanë atë mendimin që ti ke më shkuar në psikoterapi dhe ke mundi i lumtur, edhe ke mundi i mirë. Jo, kjo mundet me ndodh, për shembull, në rast se ne kemi grumbulluar shumë çështjet tona të pashprehuna dhe në momentin që fillojmë i rrëfyte psikoterapisë atë normalisht një 50% na kemi mundi të lirum. Mirë po ka dhe çështje tjera të cilat në psikoterapi shpeshherë kanë me dalë më pa. Dhe sigurisht që ato s'kanë me na bë të lumtur. Kanë me na bë me undi ndoshta më shumë me ankth, ose më shumë tension, ose zemrim, ose diçka. Mirë po kjo është diçka normale që ndodh në procesin terapeutik, sepse që ato çështje patjetër që duhet dalin sipërfaqe për tu trajtuar. Prandaj nuk mundem me trajtu një gjendje duke mos e prek. Duke urujt, duke ik prej kësaj. Pra, unë po nina i zemrum, po unë po du me trajtu zemrimin pa hyn zemrim, pa e përjetu zemrimin. Ose unë po du me trajtu ankthin, pa e prek ankthin, ose pa mos hyn nëpërmes ankthit me trajtu si çështje. Ose depresionit, ose një konflikt tjetër i cili mundet me qenë ma aktual në jetën e personit. Pra, një gjë e tillë nuk mundet me ndodhë kështu. Prandaj për shembull shpesh ndodh që në seancë psikoterapisë mundemi një ditë me dalë shumë i buzëqeshëm, shumë i lumtur, një ditë shumë duke qajt ose i dëshpëruar ose i zgënjym, ndoshta edhe me mendimin që shpeshherë, as psikoterapia nuk po funksionon. Jo, në fakt ajo po funksionon. Por mënyra se si e kemi konceptuar ndoshta nuk është e duhura. Dhe pikërisht nga mungesa e informacioneve që sepse në sens psikoterapia nuk është për t'i bërë njerëzit e lumtur, por është për t'i bërë të vetëdijshëm. Dhe tjetra është një mënyrë për me i ndihmu ata në një farë forme që me arrit me pranu qatë dhimbjen dhe me bashkitu me dhimbjen. Sepse fakti që ne shkojmë në psikoterapi, ajo nuk na e zhduk dhimbjen. Ose shpeshherë kërkesat për shembull e persona kur vinë në seancat e psikoterapisë është si me hek ankthin, si me hek depresionin, si me hek panikun, si me hek panikun, si me hek, domethënë me zhduk. Si me hek. Realisht këtu nuk heken, sepse këtu janë si më thon alarme. Pra, ankthi nëse për psikiatrin ose mjekun është simptom, i cili kurohet nëpërmes medikamenteve, atëherë për psikoterapistin është konflikt. Dhe për shembull gjithmonë psikoterapisti mbrapa ankthit e sheh një konflikt, se diçka po ndodh. Dhe ai konflikti që po ndodh po e prodhon kët alarmin ankth, ose po e prodhon kët alarmin depresion ose gjendje depresive. Po e prodhon kët alarmin atak paniku. Pra, ideja nuk është se si me zhduk këtë ankthin, po me pas se çka po e ngacmon, çka po e aktivizon me personin edhe me gjetë vatrën burimin me gjetë vatrën ose burimin. Edhe shpeshherë për shembull njerëzit e kanë pak vështirë, do thotë me u përballë me konfliktin. Prandaj për shembull proceset terapeutike nganjëherë dinë me qenë gjata, sepse duhet shku gradualisht ose hap pas hapi dhe jo për një herë do të futemi në ato ujërat thella ose të errta, sepse mund personi me qenë shumë ose i pasigurt ose si më thon jo i gatshëm. Dhe nganjëherë si bëjmë psikoterapia kur i kuptojmë, do të thotë e kuptojmë faktikisht edhe gjatë psikoterapisë e gjejmë ku është ajo thelbi edhe çfarë ndodh në ato momente me klientin, si shërohet kjo formë me formulu si fjalë, më ndihmo pak. Për shembull,
Po e kupton ti kush është burimi i ankthit, edhe çka tani. Okay. Ato me dorë nuk mundesh me hek. Por ka metoda, fjalë, teknika që ti i thu vetes që tashmë nuk është ajo periudhë kur ti e ke përjetu, tashmë jeni në moshë tjetër, je më e sigurt, je më e qetë, situata është komplet ndryshe. Do të janë këto teknika që përdore? Po, shiko, asnjëherë nuk ka teknika shablone që përdoren me gjithë secilin njësoj. Pra është varësisht raportit që krijan për shembull me klientin ose me personin i cili vjen në psikoterapi, varësisht kapaciteteve që ai ose ajo i ka, do të duhet të operojmë. Pra edhe psikoterapisti duhet të jetë një farë kreativi në këtë punë, sepse duhet di se si të zgjidhet në ato situata. Dhe normalisht për shembull shpeshherë fjalët ose leksionet e tepërta munden me qenë shumë të mundimshme për klientin. Pra, mi kallëzu ti se kjo. Po, është një lloj psikoedukimi, për shembull me ditë se si buron, nga ka ardhur, si ka ardhur. Po, vim te kjo pyetja jote, çka tash? Pra, gjithmonë tek ne është me rëndësi për shembull kriju raporti terapeutik. Si persona, si dy individ, si dy persona. Që personi i cili ka ardhur me pas mundi i sigurt edhe prej terapistit. Pra, derisa ky person po e krijon këtë lloj sigurie me terapistin, tek ai diçka po procesohet. Sepse atje jashtë në ambientin ku ai jeton ai po ndihet i pasigurt me njerëzit të cilët po e rrethojnë. Dhe ky si person, pra, nevoja shpeshherë e tij është me undi i sigurt. Prej kujt? Prej një personi. Sot për shembull njerëzit bëjnë terapi në një farë forme, në thojza edhe me ChatGPT. Pra ai t'jep informacione, tregon të bën pyetje gjëra të tilla, pra të thellon shumë në çështjet e tua. Por ai është një robot ose është një inteligjencë artificiale që nuk ka prezencë njerëzore. Dhe nuk ta jep atë efektin që e jep ajo afërsia, energjia njerëzore. Dhe shpeshherë për shembull disa gjendje tona ne shpeshherë ndoshta edhe në mënyrë pa vetëdijshme ne i procesojmë duke u përballë me terapistin. Dhe nëse është vërtetu tashmë edhe shkencërisht që toksiciteti apo energjia përçohet tek njerëzit në 2 metra largësi, atëherë kush jemi ne ta injorojmë një fakt të tillë që mos të kemi kontakt apo të mundohemi veç përmes inteligjencës artificiale ta zgjedhim këtë problemin tonë të mbrëmshëm, se çfarë na preokupon edhe pse jemi në këtë gjendje. Ajo edhe tjetër çfarë po më intereson fare në fund se ku apo ikën shumë shpejt, besoj që do të kemi sërish biles tani edhe po ta bëj ftesën edhe për javën që vjen, një temë që ndoshta edhe nuk është folur shumë për fëmijët që rriten me prindë të divorcuar, si ndihen ata në aspekt me prindin që nuk jeton me ta, dhe cila është mënyra më e mirë për me bisedu me ta edhe me usil, sepse shumë herë edhe këtu gabojmë duke mos ditë që po ndikojmë negativisht në shëndetin mendor. Po i kthehemi tek kjo pjesa e abuzimit emocional edhe tek ankthi edhe tek psikoterapia, që po shoh që është e domosdoshme në këto raste për me pas edhe me boni psikoterapi me gjithë ku e kemi problemin, edhe që me një fjalë po e kuptoj që ta kuptojmë veten tonë që ato frigrat e mëhershme tashmë janë vetëm në mendjen tonë, por ka raste kur këto i ndjejmë edhe përmes simptomeve fizike. Dhe vizitojmë mjekun, mundet me qenë një pezmatim i lehtë, po e marr shembull i luksit apo diçka e lehtë që nuk e jep atë simptom që ti e ki, si dridhje shumë e madhe, duarve, ose marrje mendve, ose frymëzënje, ose edhe dhimbje në gjoks. Pse ndodh deri këtu? A mundet me ndiku me pas edhe simptom fizik nga abuzimi i fshehtë emocional? Sigurisht që po. Madje sipas çështjes psikoterapisë trupore, do thotë kjo është më së vërtet. Do thotë përjetimet tona emocionale të cilat nuk kanë rrjedhë. Si shkojnë këto në trup? Pse ndodh simptomi fizik? Atëherë ajo përkthehet në simptom, sepse shiko, mendja, emocioni edhe trupi janë një tërësi janë. Ani pse ne i ndajmë me terme ose me emra, funksioni i tyre është një bashkëveprim i tërësishëm dhe është i pashmangshëm. Por çka ndodh për shembull në rastet ku ne traumatizohemi, atëherë me automatizëm tek ne mundet me ndodh një lloj disocimi ose një lloj shkputje. Pra prej mendjes edhe prej gjendjes tonë emocionale. Pra mendja jonë tenton me mbijetu duke e shtyp këtë emocion ose këtë ndjenjë e cila na është shkaktu prej atij abuzuesit ose prej traumës, prej jetimit traumës. Dhe tash ne funksionojmë, si më thonë, në gjendje mbijetese, duke e mohu. Por sa më shumë që e mohojmë atë përjetim,
aq më shumë ai përjetim don jap tension edhe don me dal. Dhe nëse ne nuk e lejojmë me dal, me u shpreh, me rrjedh, pra me dal jashtë, atëherë ai fillon me u bë simptom fizike. Dhe ndodhet që ne tash bëjmë analiza, shkojmë te mjeku, bëjmë incizime të zemrës, mushkrive, ku e di unë, të kokës e tjera, dhe gjithçka na del mirë. Për çudi gjithçka na del mirë. Po prap ne i ndijmë ato simptoma në fizikin im, të lukthi, të zemra, të koka, të barku e tjera e tjera. Pra kjo jap me kuptu që kemi të bëjmë me aspektin tonë emocional. Dhe tash për shembull, sidomos në psikoterapinë trupore ne japim rëndësi shumë punës me trupin, që është toksimi. Për shembull, grounding ose toksimi. Na fillimisht neve na duhet me bë toksim. Pse? Sepse ne jemi shkëputur në mendjen tonë dhe ne fillojmë me overthinking ose stërmendim gjërave, analizave, për shembull vetëm për ta mbrojtur veten, për ta krijuar. Dhe njerëzit që përjetojnë angst, po nisem nga vetja jemi shumë overthinking. Mendime ka aq shumë që ndonjëherë thonë vetë na lubre lahur se ku je nis kështu me gjithë të mendime janë aq shpejta dhe aq shumë. Dhe tash për shembull, nëse punohet në terapinë trupore, atëherë normalisht që hapi i parë ka me qenë me bë grounding ose me bë toksim. Qysh? Me vendos kontakt me trupin, me tokën. Sepse sa më shumë kontakt, pra vëmendja jon, këtë energjia jon psikologjike, emocionale, do thotë përqendrohet aty dhe bjen sidomos ajo energjia e cila është akumuluar, për shembull vetëm nivelin e kokës ose tek truni jon që po bën shumë analiza ose shumë stërmendime. Dhe e dyta është me rregullu frymarrjen. Sepse ne kur overthinking ose jemi në një gjendje ankthi ose paniku, atë normalisht edhe frymarrja jon ka me qenë shumë e cektë ose ka me qenë shumë problematike. Dhe e dyta do thotë menjëherë mas grounding është frymarrja. Pra këto dyja duhet t'i rregullojmë. Pastaj kur rregullojmë këto, trupi jon jetë më i qetë, më i relaksuar. Pastaj edhe është më e mundshme të thotë që edhe mendimet tona me i procesuar ndoshta edhe më arsyeshëm ose si më thonë ma zbutura. Nga këto ushtrimet dhe po kuptoj ishin shumë të rëndësishme dhe ato ti aktivizojmë shqisat tona, për shembull të shiqojmë në 5 gjëra, ti prekim 4 gjëra, ti dëgjojmë 3 zëra, 3 llojet zërave dhe të nuhasim 2 gjëra dhe të shijojmë një, do të ti komsu mirë. Po, kjo është një prej teknikave për shembull që përdoret në situata kur ne jemi shumë në ankth ose ne jemi në panik. Do thotë që mos me u shkput shumë ose me u fut në atë pjesën emocionale që është e papërballueshme ose tensionuese, pra që me qëndru këtu dhe tani. Mirë po kur punohet në procese terapeutike, për shembull, shkon pak ma thellë se sa kaq, pra nuk është gjithmonë ideja me u shkput, ka njëherë është ideja dhe me u fut në emocionin, ta përjetojmë frikën. Sepse kur përjetohet, ajo si më thonë ndodh një farë lloj shkarkimi i asaj barrës emocionale. E vrim në shumë raste ndodh këto, sidomos kur mundohemi të bëhemi të fortë në situata që vërtet janë të rënda ose janë shumë të ndjeshme, mundohemi me mbajt vetëm fatkeqësisht edhe ndoshta nga ajo që kemi dëgjuar që duhesh me qenë i fortë, duhesh mos me çajt, përderisa kur vjen me çaj, sepse shkarkohesh. Mendoj se ky koncepti duhet të jemi i fortë, duhet të ndryshoj në jetën tonë të përditshme, sepse kjo duhet të jesh i fortë shpeshherë është një mesazh ndrydhu, shtrëngohu, mos i shpreh. Dhe kjo pastaj ka dalin ato simptoma të tjera mandej që ti jesh i fortë, ose ajo që na bën neve të fortë është duke pranuar dobësinë tonë. Ose edhe pikat tona të dobta. Ose ato pikat tona të ndjeshme. Pra kur tek ti si individ normalizohet qenurit, si më thon, të qenurit i ndjeshëm, ose për shembull na vjen me çajt, atëherë çajmë dhe është okay, pra nuk e shohim si diçka negative ose si dobësi, ose si turp. Po, ose si turp. Atëherë normalisht që kjo ka më ndihmu që ne me qenë ma të fortë. Pse? Sepse ne jemi në, si më thonë, në pozicionin tonë, jemi grounded, shkon me hap me emocionet e tua edhe përjeton lirshëm. Ju faleminderit shumë që ishe me neve. Faleminderit gjithashtu, është kënaqësi gjithmonë e mia.